Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës Vlen Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacionet se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Denion Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar. Çështja e ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emërojnë dhe eventualisht vendosin për t'i tërhekur. Atë që mund të garantoj që Vlen, por edhe qeveria e Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhekur ambasadorin. Pas interesimit të gazetarëve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar. Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësojë qytetarët apo të mbrojtë të drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoninë të Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, cila fatkeqësisht po shehet, po megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësoj shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment Vlen dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti fqin, këtë rast të Shqipërisë. Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlen. Opozita shqiptare kritikojnë qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë, 40 studentë nga Tirana u përballen me presion, kontrolle të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase. Gazmend Bardhi komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç, dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike, skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Kryeministri Edi Rama kritikon nesurinë e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. Në intervistë të zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e anëtarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga drejta e vetos si një sinjal për mbështetjen e një Europë më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale, duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besfor Lamallari bëri të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit dhe theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrin në shifrën e 122 milion lekëve. Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill. Konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj. Lamallari u referua dhe goditjes së një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarand, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Pastrimi i territorit nga depozitimet e palishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të palishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë. Sot kemi një situatë me mangësi serioze në sektorin e mbeturinave. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat, ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Situata me mbeturinat është bërë serioze, e kjo sidomos nga hapësirat që nuk mbulohen nga askush. Lirisht mund të themi se kemi një emergjencë, deklaroi Albin Kurti. Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paketë prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.